Kryeministri Edi Rama ka reaguar për zjarrin e rënë pasditën e së martës në një pallat pranë QSU-s në Tiranë. Përmes një postimi në platformën X, kryeministri bëri të ditur se pallati në kompleksin Arlis do të rindërtohet plotësisht nga vetë ndërtuesi, pavarësisht se sipas të dhënave paraprake, shkaku i zjarrit nuk lidhet me cilësinë e ndërtimit. Kryeministri falenderoi zjarfiksit dhe forcat e rendit për ndërhyrjen që ai e cilësoi heroike. Zjarri shkaktoi orë paniku dhe ankthi tek banorët, ndërsa dyshohet se flakët nisën në katet e para dhe u përhapën me shpejtësi në të gjithë godinën. Domet materiale janë të konsiderueshme, pasi 30 apartamente janë prekur nga flakët. Si pasojë e ngjarjes, 8 persona u transportuan në spital të prekur nga asfiksia. Në operacion për shuarjen e flakëve u angazhuan 8 mjete zjarfikse, 2 helikopter Cougar, si dhe rreth 50 forca nga ushtria dhe emergjencat civile. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar duke ngritur akuza për cilësinë e ndërtimit. Ai deklaroi se pallati u doj si kasolle kashte, duke pretenduar se objekti ishte ndërtuar jashtë standardeve dhe se çështja ishte denoncuar më herët në organet e drejtësisë. Policia ka arrestuar 4 persona në kuadër të hetimeve që po zhvillohen për zjarrin e rënë, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim.